Unë kom pas edhe komente sepse unë shqetësimin tim e kam shpreh edhe në Facebook. Unë kom pas komente për shembull, ma mirë me mbaru banesa, a me shti në zonë. Në me këspodon t'i këto me zonën e kunder, tash me mbaru banesa, apo nuk është tjetër aty banesa. Na jetojmë ndryshe, na kemi edhe pjesë tjera esenciale tjetës. Na do të, si qytetarë, do me marrë frymë, se ti do me ndres një rrugë, do me shtru një rrugë, do me rrit një rrugë, do me qit një trotuar, do me bo një pjesë të kursit bicikletave, në zonën nuk kime pas të drejtë. Ti kime kërku, por që ligji nuk ka me të regu. Mandej do të me qenë shumë specifike dhe shumë diçka që është shumë me rëndësi për shtetin, është aset kombëtar për me mujtë ti me bëhet diçka, për më nëshej, nuk lejohet. Kjo qytetarë nuk e kanë di, sepse nuk ka pas dhe pas publik, ka punu grupi ashtu, unë asë njëherë nuk e kontestoj profesionalizmin e grupi që o marrë me punën, asë njëherë. Por që mendoj që ka mangësi. Edhe çdo mangësi është mirë që na qytetarët me ngritë zanin, edhe mos me lon me vazhdu tutje, sepse është ngulfati i qytetit.